Selam aleikum të dashur shikues të Radio Televizionit Iliria, mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Ma Shumë Se Llaf. Kam kënaqësi që po takohemi prapë bashkë dhe po shpresoj që bashkërisht kemi me arrit me përcjell tek publiku diçka të dobishme. Konsideroj që e kam përzgjedh një temë të mirë për ta diskutuar me juve, një temë me të cilën përballemi çdo ditë të jetës, një temë që atyre që janë prind din me ju dhanë shumë stres her pas here, e deri tek ngarkesat psiqike dhe përgjithësia e madhe që e ndjejmë. Do të flasim bashkë për sfidat në edukimin e fëmijëve. Prandaj të dashur shikues, e dini që emisioni është i drejtë për drejtë, ju mund të bëheni pjesë duke telefonuar, duke ndarë mendimet tuaja për këtë temë në 046 220022, duke telefonuar apo edhe pyetjet ose mendimet e juaja për këtë çështje mund t'i shkruani në numrin ton të telefonit në Viber. E kom zgjedh me trajtu këtë temë bashkarisht me i pa dhe mendimet e juaja, opinionet e juaja, qëndrimet e juaja, sepse me të vërtet është sfidë me të cilën përballen të gjithë njerëzit që rrisin fëmijë në këtë kohë. Ne e dim që vatra ku fëmijët edukohen, ku fëmijët mësohen për jetë, ku fëmijët përgatiten për të kaluar jetën, është familja. Është grupi i parë, agjenci i parë i socializimit të fëmijës, i edukimit të fëmijës dhe i përgatitjes për jetë. Pas familjes natyrisht që vjen shkolla si institucioni i parë edukativ arsimor, e pas shkollës grupi i moshatarëve. Të paktën këto kanë qenë ato 3 agjencet të socializimit që janë mësuar në shkencat sociale, veçmas në shkencën e sociologjisë, por të mos harrojmë që tash tutje kemi edhe dikë tjetër që po na ndërhyn në edukimin e fëmijëve, dashtëm ose nuk dashtëm, dikush që ose diçka që ka një ndikim jashtëzakonisht të madh tek fëmijët. Prej moshave të vogla e deri tek adoleshenca, e ndoshta dhe kalimi i adoleshencës. Domethënë teknologjia është diçka që po na sfidon dita ditës edhe jo rallëherë po din me e marë pushtetin e fëmijëve. Sa që të bën ndonjëherë me mendu, me thonë, a janë fëmijët në kohën e sotme të vështirë për të edukuar, apo janë prindrit të dobët për të pasur ndihkim tek fëmijët e tyre. Ndonjëherë ta lënë përshtypjen sikur e kemi kaluar si shoqëri nga një ekstrem në ekstremin tjetër. Ndoshta jo vetëm shoqëria jonë, por edhe shumë shoqëri të botës përballen me këtë çështje. Shpesh e mendoj kur mbjen me u taku me njerëz, kur të zakonshëm me nana, kur mbjen me u taku me mësimdhënëse të shkollave, edhe duket sikur nga një edukim i dhunshëm që është përdor në familje, i dhunshëm në kuptimin e seriozitetit. Ne e dim që në familjet patriarkale fëmijët nuk kanë pas guxim ndoshta as të ngritin zërin, as të flasin lirshëm për shkak të hierarkisë që ka qenë në familje, apo kalojnë nga ai edukim i dhunshëm me super autoritet në një edukim pa kufi. Domethënë prej një ekstremi në ekstrem tjetër, dhe përpasoj kush po e paguajnë gjithë këtë, po e paguajnë fëmijët. E çka do të ndodhë mandej me ata fëmijë të ardhmen? Çfarë individ presim të kemi në shoqërinë tonë? Të gjitha këto janë sfida që me të vërtet ja vlen të diskutohen, ja vlen të fliten, ja vlen të dedikohet emisione të shumta për këtë çështje. Sepse edukimi nuk është aspekt i gjerë. Edukimi është mënyra se si njeriu e mëson fëmijën, e kanalizon fëmijën për të kaluar jetën e tij. Edukimi nuk është thjesht një informacion, nuk është thjesht ta mësosh fëmijën për të qenë dikush në jetë dhe për të pasur sukses. Edukimi është prej mënyrës se si fëmija flet, se si fëmija sjellet ndaj të tjerëve, se si fëmija thot faleminderit, se si fëmija thot m'fal, si sjellet ai me një të moshuar në rrugë, çfarë qëndrimi ka nëse dikush i bën padrejtësi, cili është mendimi i tij për një çështje të caktuar, cila ka me qenë sjellja në raport me bashkëshortin ose bashkëshortën, çysh ka me qenë ai si prind në të ardhmen. Domethënë është koncept aq i gjerë saqë prindve në kohën e sotme, të paktën atyre që shpesh herë mbjen me i taku, ju krijohet një lloj
frike brenda vetës, edhe më besoni që ka raste që kom dëgju me pas ditë që është që kaq sfidë me rrit fëmijë si shabonon kur. Do më thonë, ka dhe raste të tilla që aq shumë e lodhët njeriu në rrethonat si këto që ne po i rrisim edhe po mundohemi të edukojmë fëmijët sa duket sikur po dorëzohesh ose në rastin ekstrem që edhe pendohesh që me pas ditë që është kaq vështirë nuk isha banon. Por megjithatë gjithmonë ka vend për shpresë, gjithmonë ka vend për pozitivitet. Ne e dim që edhe në aspektin fetar ka shumë premtime në librin e shenjtë në Kur'an që Zoti nuk ja hup mundin askujt, mashkull qoftë ai ose femër, nëse përpjeket për diçka. Në anën tjetër fjalën përpjekje e përmend 250 herë nëse nuk gaboj në Kur'an. Do më thonë, nëse ne si prind përpiqemi të edukojmë fëmijë në mënyrën më të mirë, të edukojmë fëmijët në mënyrë të shëndosh, të edukojmë fëmijët sipas një fryme që presim ata me u bë të mirë në të ardhmen, atëherë padyshim që suksesi nuk ka me u mungu, edhe përkundër faktit që natyrisht do të përballemi me shumë vështirësi edhe me sfida të njëpasnjëshme. Familja i ka frerët e edukimit të fëmijëve, familja ka përgjegjësinë kryesore në edukimin e fëmijëve, natyrisht që në kohën moderne është shumë vështirë të edukohet fëmija, por megjithatë nuk është e pamundur. Duhet të ndahet kohë ma tepër për të qëndruar me fëmijët, duhet të mundohemi që të komunikojmë hapur me fëmijët, duhet të mundohemi me qenë shok deri në një mas të caktuar, po asnjëherë pa e vënë në pikpyetje rolin tonë si prind. Nuk mundemi të jemi aq të lirshëm në komunikimin tonë sa të vëhet në pikpyetje autoriteti jonë si prind. Prandaj, do më thonë është shumë vështirë të gjendet ai lloj balanci. E thash edhe paraprakisht që apo kalojmë ndoshta prej atij edukimit konservator që e kemi pas në një edukim komplet pa kufi edhe fri. Nuk duhet fëmijët të rriten pa kufi, duhet të dinë kufit e tyre të caktuar, por megjithatë komunikimi hapur me fëmijë është një diçka jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që t'i ruajmë ata nga dukuritë negative me të cilat ne si shoqëri në vazhdimsi po përballemi edhe po shfaqen vazhdimisht nëpër ekranet të medjave, qoftë sociale, qoftë televizive. E presim telefonatën e parë për sonte. Përshëndetje Urnani. Përshëndetje, selam aleikum Gara. Aleikum selam, mirë se erdhe. Valbona. Faleminderit Valbona Urnani. Dëgjusja me fat. Mirë, faleminderit. Si je ti? Qysh po kalonin Mitrovicën e bukur? Mirë shumë, po shfrytëzojna kohën e mirë, po shfrytëzojna kohën e lirë, falë Zotit, gjithçka është në rregull. Elhamdulillah. Çka po mendon Valbona për temën që e kom vendosur me e trajtu sonte, një temë që me shumë stres e kom marrë me e fol, sepse është diçka që me të vërtetë është një përgjegjësi jashtëzakonisht shumë e madhe. Po, do të përgëzoj për temat. Është shumë të qëllume, edhe kjo është një prej një ndër temave që shëcekti shumë komplekse, me shumë përgjithësi. Për prindërim nuk ekziston shkollë. Fiks. Thjesht ata unë po foli për kandet si non, cila i kom rrit 5 fëmijë, i kom kalu të gjitha fazat e fëmijëve, edhe adoleshencën e tyre. Unë mendoj që suksesi është sjellja dhe edukata jonë e shqiptarëve tanë, edhe në raport bashkëshortësisë. Kjo është ai qelsi edhe themeli kryesor për edukim të fëmijëve. Që sillemi me prindë tanë, është shumë për neve, edhe ndikon shumë në formimin e fëmijëve tanë. Dëgjova ma herët që e cekje lodhjen, shumë nana ta ankohen për, ose që dojnë në nëtojzat pishmanllakur për të qenë nanë, edhe lodhja ekstreme cilën e ndjejnë nanat gjatë edukimit edhe rritjes fëmijëve për shkak rrethanave dhe kushteve, edhe një shoqërisë cila po shkon çdo ditë në shkatrim e sipër, është shumë sfidë e madhe me i rrit fëmijët në këtë rreth. Në këto
në situatën e njëna na. Ma herët të në ti shpesh e diskutoj edhe me babën tem, them, ju keni pas shumë alet me na eduku, se ka qenë një shoqëri e unifikume. Kemi qenë të gjithë njëjtë. Na ju kemi tutë edhe koqëllakut, edhe akrabas. Do të thonë të gjithë kanë ndikuar në edukimin tonë. Jo vetëm prind. Ndërsa sot edhe me ta pati kur fëmijën që është po diçka keq nuk vjen me të lajmëru. Kjo është e keqja. Valbona po mendon që po ndodh kjo mungesë e gatishmërisë njerëzve me u bë fëmijëve vretje ose me u bë pjesë e edukimit edhe për shkak të frustrimit ndonjëherë të prindve që thotë është fëmijë jam edhe nuk është çështje jotja më marr me këtë çështje. Pikërisht këtë deshta me dal. Këtë deshta me dal. Si non, gjithmonë them, unë fëmijës tem i besoj vetëm kur është brenda 4 mureve pas syve të mi. Çdo tendencë e mundshme, çdo veprim i tina, brapa krahëve të mi, unë e marr me rezerva. Se është fëmijë. Është fëmijë. Është fëmijë. Mundet me u ndiku prej shokut, mundet me u ndiku prej shoqës, mundet me u ndiku prej momentit, rrethanave, situatës. Është mëse normale, se ata nuk janë të gatshëm me kuptu rrezikun, me kuptu pasojat e veprimeve. Sado që na mujnë me i folë dhe me u paraqit realitetin. Plus është ajo ndjenja e kurreshtjes me provu diçka të re veç mas të adoleshentat. Gjithsesi. Ajo që ka na duhemi me thonë, unë thonë fëmijëve të mi. Eja dhe ma thuaj gapimin cilin e ki bërë dhe zhvedhin bashkë. Në për momentin që unë ndëgjoj për tjetër kujna, atëherë pasojat janë shumë atë mëdha. Pasojnë dënimet, pasojnë sanksionet. Do me thonë mos ma lejo me marrë veprime që unë nuk du me i marrë karshiteje, nëse një për tjetër kujt, ose e marrë vesh. Qoftë në shkollë, në shoqni, kur dalin, që ka do të kohë. Për t'i dhënë fëmijëve hapësirë me bisedu me neve si prind, me na e tregu çdo veprim që ata e kanë botë, qoftë mirë, qoftë i keq, me nda me neve. Mirë, por këto është ajo shpatë me dy teha. Do me pas shumë kujdes. Na nuk jemi shokët e tënve. Na nuk mujnë kur më konë shokët e fëmijëve për fëmijët tanë. Na e na prind. Se momentin kur shpesh isha ndëgjoj prej prindve, prej nanave, thotë unë jam shok shoqe me fëmijën tam. Nuk mundesh më konë shok shoqe. Se është ti je prind. Momentin që ti ja lejon fëmijës tanë me pas relacionin me ty si shok shoqe, ai nuk ka kufi në shprehjet, në sjelljet. Do me thonë, i kalon ato kufit e respektit. Fiks. Tha që i ke rrit 5 fëmijë dhe i ke kalu të gjitha fazat. Cila është faza, ose ti cila konsideron që është faza më e vështirë me të cilën përballet një prind? Faza e rritjes së fëmijëve, po mendoj. Faza më e vështirë është viti i parë. Unë e konsideroj fazën më të rëndë. Padyshim që edhe adoleshenca i ka sfidat e veta. Mirë, por unë besoj që 2 vitet para janë pyqe edhe me shumë rëndësi për edukimin e fëmijës. Me thonë është ajo kur në fillim kur ti merr fëmijë u komt. Unë personalisht i kom najt mbi kokë. Pavarësisht që i kom pas obligime tjera, si nanë, si nuse, si gru, si vajzë. Mirë, por kom gjetë kohën, mi najtë fëmijës mbi kokë, edhe mi atë vretjen mos me prikta, e din ma, kirit edhe të fëmijë. Mua jam duket pjesa më e lezetshme, edhe më e dashur, nuk mu ka dok shumë sfiduese, dyqysh ma shumë doket lodhje fizike, se lodhje emocionale ose psikologjike që din me ta bë adoleshenca. Padyshim, mirë, por unë aty e shoh si një bazë. Ato vitet e para unë i shoh si bazë shumë e rëndësi për edukimin dhe për formimin e fëmijës. Unë për vete e shoh ashtu. Unë do me thonë kur e kom kalu atë bazë, këtë bazë atjera më kanë ardhur vjedhimisht shumë atleta. Adoleshenca ka sfidat e veta. Mirë, por kur fëmiu prej lindjes deri në kohën të adoleshencës
ai ty të shes si një autoritet. Ai ty të shes si një qysh me thonë prind ndihmës. Ti je aty për to kur ai ka nevojë. Edhe kur vjen koha adoleshencës, ai rritimisht ai veç e ka kuptuar që prindi është aty. Prindi është me mua. Çka do që të ndodh, unë kam më mbështetën te fëmijë, te prindi. Apo ndëgjon nga ne? Po, dëgjova Valbona, po është dikon që ka shkruar një mesazh shumë prek, se duhet me i përcjell her pas here edhe mesazhet që po i përcjellin. Nëse ki ndonjë porosi ose diçka me për fond me na dhon sukses në edukimin e fëmijëve, asnjëherë mos mendi, pavarësisht që është lodhje, mirë po ju më u dorëzu. Ju më u dorëzu se kemi amanet, e kemi mision. Arritja jonë më e madhe që unë personalisht e them për vete është edukimi i fëmijëve. Kjo është arritja më e madhe për secilin prej neve. E inshallah Zoti na bën prej atyre që dim me pas qasje të mirë, dim me eduku edhe shpërblehemi për këtë punë që munduhemi me e bë. Albona, faleminderit shumë për kohën, për telefonatën, edhe për mendimin që ndave me neve për këtë temë. Suksese gane, miru dëgjoshim herave tjera. Përgëzoj për tema. Përshëndes ty edhe gjithë shikuesit e dëgjuesit tanë Mitrovis, të dashur shikuesi kishim Valbonën. E vlerësoj jashtëzakonisht shumë qasjen e saj, për ndryshe tek çështja e lodhjes së nanave, edhe është një diçka që gërshetohet me ankthin edhe frikën për të ardhmen, sado që ti mundohesh me bë, sado që ti përpiqesh me qenë verzioni më i mirë i një nane, me i eduku në formën më të mirë të mundshme, ndonjëherë duket sikur gjithçka po të rrshet nga duart, edhe është normale me ndi lodhje, me pas ankth se si kanë me qenë ata në të ardhmen, çfarë individ kanë me u bë për këtë shoqëri, sa kanë me qenë të mirë, sa kanë me qenë të sjellshëm, edhe krejt kjo natyrisht që ta krijon një lloj konfuzioni brenda vetes, edhe natyrisht që mund të ketë edhe nana që thojnë më mirë mos me pas fëmijë, ndoshta prej frikës që nuk po din me e bë më të mirën për fëmijët e tyre. Nëse kemi ndonjë telefonate, presim. Megjithatë, njeriu duhet në vazhdimsi të punoj për edukimin e fëmijëve të tij. E presim telefonatën. Selam aleikum. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Desha të bëj një pyetje e cila nuk përket me emisionin tuaj, por me të doktor Shefqetit. Momentalisht jam në spital, kom pas një operacion, edhe e kam këtë drenazhen që është që vënojnë të premja, edhe veç desha me pyet, a ka mundësi me ja përjashtu që të pyetje doktor Shefqit ma vu një emision që a duhet marr avdes për çdo namaz, shkoku i kësaj drenazhes, apo muj me i fol me një avdes 2 namaze? Faleminderit për telefonatën, të uroj shërim sa më të shpejt, Zoti ta lehtësoftë dhe të pastroft për sprovën që e ki. Po shpresoj shumë që në emisionin Rruga e Ndriçuar ka me u bë kismet kjo pyetje inshallah. Faleminderit shumë se në të Rruga e Ndriçuar nuk provoj që sa po me u lidh, po shte pa mujshme. Rregull, faleminderit shumë, edhe na e bënëm një përjashtim. E bënëm një përjashtim duke qenë se je në spital. Për ndryshe, shërim të shpejt. Për ndryshe të dashur shikues, emisioni ku mund t'i adresoni pyetjet është të marteve, emisioni Ta njohim të vërtetën, dhe Rruga e Ndriçuar të ajteve prej orës 21. Nuk kemi ne hapësirë, besa dhe nuk kemi kompetencë që as të përgjigjemi në emër të profesorit, po as nuk e kemi mundësin t'ja përcjellim pyetjet. Është një rast që duhet natyrisht me pas në konsiderate dhe me bën një përjashtim. Një dëgjuese thot, djalim ka dalë prej dorës, ja kum nxan do marihuan ose bari në qantë, edhe pe kam shumë sfidë qysh mi u qasë edhe çka me bë.
Kjo është një sfidë që fatkeqësisht nuk përballesh veç ti si nanë, po përballen jashtëzakonisht shumë nana në shoqërinë tonë. Përdorimi i drogës është bërë një prej dukurive ndoshta më të shpeshta negative me çka ne sfidohemi edhe me çka ne përballemi, por megjithatë unë të këshilloj që të konsultohesh fillimisht ti me një psikologe, sepse qasja që ti e ke në fillim ka shumë rëndësi. Aty është qelsi nëse ti e këshillon fëmin tën ose e shtyn për të vazhduar akoma më shumë në përdorimin e substancave narkotike. Duhet të kemi shumë kujdes, ta ruajmë gjakftotësinë në rrethana të tilla, të mendojmë për të mirën e fëmijës, të mos mundohemi me njëherë me gjyku pse ka bë veprimin. Natyrisht është shumë e vështirë, është shumë e rëndë me e pranu si nanë, sepse secila nanë shpreson me pas një fëmijë të edukuar, një fëmijë të mirë, një fëmijë që nuk bën gabime madhore, por megjithatë gjërat ndodhin. Çka ka shty, çka ka ndiku, ka shumë faktorë të jashtëm që mund me ndiku që një adoleshent sot me përfundu në marihuanë ose në bari. Nuk e ka përmend moshën se çfarë moshe është, po pavarësisht moshës, megjithatë duhet me pas shumë kujdes se si i qasesh. Unë kisha këshillu që të kontaktosh me një psikologe, të mbash fillimisht një seancë psikologjike para se me fol me fëmijën, në mënyrë që qasja jote të jetë qasje që ndryshon për të mirë edhe jo që e nxit fëmijën të bëhet akoma më shumë pjesë e drogës ose e grupit të moshatarëve me të cilët ai bashkëpunon ose përdor drogën. Zoti ta lehtësoft e inshallah është hera e fundit, ose ndoshta nuk ka përdor, po thjesht i ka mbet në dorë prej rrethanave të caktuara, është shumë e rëndësi me e pa problemin ka qysh tek. Mja bë disa pyetje vetës edhe mandej me bisedu me psikologun ose me ndaj sociolog e me pas një qasje më të butë me fëmin. Nëse kemi telefonate presim. Nuk kemi. Atëherë kalojmë tek një institucion tjetër që e ka një rol jashtëzakonisht shumë të madh në edukimin e fëmijëve, që është shkolla, e që fatkeqësisht në kohën tonë duket sikur shkollat e kanë harruar atë misionin edukativ, po kanë kaluar më tepër në rolin arsimor, duke harruar që shkollat janë institucione edukative arsimore. Para se të arsimohen ose të përmbushen e të stërngarkohen me informacione, fëmijët duhet të edukohen. Kjo ka shumë rëndësi, natyrisht që ndikojnë shumë faktorë, është një zinxhir institucional që janë përgjegjës ndoshta pse shkollat tona kanë rrshit në këtë pikë, unë të paktën konsideroj që kanë rrshit. E presim telefonatën e vazhdojmë prap tutje. Selam alejkum. Alo, mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë mbrëma. Selam aleikum. Aleikum selam, urdhëni. Ju përshëndesim, po thras nga Gjermania. Faleminderit, kush po na telefonon nga Gjermania? Admiri. Admiri, ju përshëndesim juve edhe të gjithë shqiptarët në Gjermani. Çka po mendon për temën që e kemi zgjedhur sonte me trajtu? Po tash vetë të fillova ju shikoj në televizion këtu sfida e edukimit të fëmijëve, po më duket. Feks. Kush po i rrit fëmijët tanë? Kjo tema më duket është apo? Po, feks. Se kështu edhe prompt që patëm një televizion tjetër realisht dëgjohat një hoxhë tjetër dhe patë realisht gati të njëjtën temë shumë e spellune, po problemi është me aty apo në një pyetje edhe për juve që realisht dhe të me pas një lëndë fetare në shkollë, aty është çelësi i edukimit fëmijëve. Pastaj vijnë tjera, menimi jam është kjo. Natyrisht, feks ish dasht. Sepse kam pishos që shumica e rinisë tash marrin atë guximin e madh ndaj tyne rrjeteve sociale, TikTok që janë bërë këtu, edhe mendojnë që jeta është ashtu që shujnë të bë shtete tjera që janë jo shtete islame ose jo shtete muslimane që kanë liri të tepruar me thonë. Edhe normal që shkon edhe rinia domethënë është
Do të më marrë një fjalë tash më kujtu se jam pak kam emocione realisht unë elhamdulillah bi Zotit jam i udhëzuar që me thonë tona herë kam besu në Allah, po me thonë që një është 10 vite jam i udhëzuar edhe një ftesë të madhe më ka dhënë hoxha i nderuar hoxha dietori i madh i Ballkanit hoxha Jakob Jasipi të cilin bëj dua çdo ditë për to edhe ku thot që kanale televizive të sotme, në përton para 20 vite ka thonë, janë më të rënda se bomba atomike që ka rënë Hiroshima atje. Më thonë që është ndikimi tyne. E rrezikshme, po, ndikimi tyne ndash, për unë e kam fjalën. Tash imagjinoje 20 vjet mas asaj fjale që ka ndodhur me mediat. Që të është problemi, pikërisht edhe jam shumë, që me thonë, më kam jetë merak, inshallah do Zotin në botën tjetër të takoj. Kam vizitu të Varet, po nuk kam pos mundësi me taku hoqën e nderuar sa ka qenë gjallë. Realisht më ka bërë në kap një shtysë të madhe mu, dhe t'jem elhamdulillah në mundësinë time, sa kam mundësi me falë, sidomos sabah, akşam ajati, që nështë nuk mikë, tjerat problemi që po kemë nga kjesë madhe, punës këtonë që prejshë në Gjermani. Kjo du me thonë është që më ka shtypë, për ndërë Allahën që jem në këtë rrugë tash edhe nuk di, nuk kam koment. Po problemi është, unë kam djallin tash atje 18 vjeçar është, kam një frikë të madhe ndaj tij, po tonë kohën i foli, tonë kohën jap këshilla, tonë kohën i çoj edhe fjalimet të xhollarëve të kanë dietarët ndaj tonë. Po elhamdulillah është mirë, është edhe deri tash të shumë. Elhamdulillah. Elhamdulillah, nëse ka rrit moshën 18 vjeçare dhe është rujt prej gjanave negative, është një gëzim i madh se ka shumë mundësi që me qenë individ i mirë. Gabimet më të mëdha bëhen prej 13, 14 deri te 17 vjeç që aty dikun kur din adoleshentat më pasër shitjet më të mëdha. Po, çfarë është e vërtet. Po e ndër epizodet është mirë drejt tash ta shohim. Elhamdulillah. Admiron e të falenderoj shumë për kohën, për telefonatën, edhe që keni dashur me na telefonu. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe tema shumë e qëlluar. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam, gjithë mirat. Të dashur shikues, ishim duke folur për rëndësinë që ka shkolla si agjenci socializimit të fëmijës, edhe që ish dasht pak ma tepër me pas fokus në edukimin e fëmijëve, edhe jo vetëm në arsimimin ose në ndarjen e informacioneve që po ndodh në ditët e sotme. Po kjo natyrisht që është një problem që rënjët i ka thellë tek çështja prej përpilimit të teksteve, kurrikulës e deri tek çështje tjera. Të paktën unë si sociologe mendoj që ka shumë qalime në këtë pikë, diçka që fëmijët tani ngarkon me jashtëzakonisht shumë informacion, mësimdhënësit detyrohen me ju përmbajt kërkesave të Ministrisë së Arsimit. Prindrit synojnë fëmijët e tyre me pas një sukses të shkëlqyeshëm e për t'i arritur të gjitha këto natyrisht që duhet t'ju bëjmë presion në mënyrë të vazhdueshme. Mësimdhënësit të mos kenë mundësi të fokusohen në çështjen e edukimit, sepse nuk mund t'i arrijnë të gjitha pikat e parashtruara që kërkohen prej tyre. Prandaj duhet me dhënë shumë informacion, nuk munden me u ndalë të edukimi. Prindrit duhet ju bëjnë fëmijëve presion, sepse nëse nuk i arrin gjitha ato informacione, gjitha ato njohuri që kërkohen prej tyre, nuk mund të kenë sukses dhe nuk mund të jenë të shkëlqyeshëm në mësime, edhe gjithë kjo po anashkalon gjën më të rëndësishme ose gur themelin për të qenë një individ i mirë, atë të edukimit. Prandaj, shpeshherë mendoj që shkolla e ka humbë funksionin edukativ edhe është përqendruar te funksioni arsimor. Diçka që dita ditës të bën me kuptu që për ditë më shumë kemi fëmijë që më nxjerrshkojnë në shkollë, kemi fëmijë që pak e dojnë shkollën, kemi fëmijë që nuk synojnë me u bë mësimdhënës, tu e përfshi këto edhe demotivimin që mësimdhënësit e kanë në vendin e punës, prej pagave, respektit që gëzojnë qoftë nga fëmijët, qoftë nga prindrit, sepse fatkeqësisht sot kemi edhe prind që nuk kanë respekt të duhur ndaj figurës së mësimdhënësit. Të gjitha këto po e lëkundin edhe figurën e shejtë
të mësuesit, diçka që ka pas shumë vlerë dhe ka pas shumë peshë, me këtë lëkundje, mandej po e lëkundim edhe të gjithë shoqërinë, po e lëkundim fëmijët tanë dhe qasjen që fëmijët tanë kanë ndaj shkollës. Të e përfshi mandej këto, me kalu te pika tjetër te ndikimi i teknologjisë në edukimin e fëmijëve. Dashtëm ose nuk dashtëm, ka një rol jashtëzakonisht shumë të madh. Ndoshta është ndikim që shpesh herë i jep tërmet edhe shkollës, edhe familjes si institucion e deri te grupi i moshatarëve. Domethënë i lëkund të gjithë këtë trekëndshin e bashkëpunimit edhe të ndikimit që ka qenë familja, shkolla edhe grupi i moshatarëve. Teknologjia duket sikur po i sfidon të gjitha këto. E mandej efektet negative janë jashtëzakonisht shumë të mëdha. Të mos flasim, domethënë për aspektin pozitiv kësaj here të teknologjisë, e dim që është jashtëzakonisht diçka shumë e mirë edhe diçka që është shumë e dobishme, lehtëson nëpër masat baramendse jetën e njeriut, por që efektet negative natyrisht që janë të pashmangshme. Ne e shohim, më kujtuni diçka dhe nuk po kam mundësi mos me nda me juve, se për ndjeni nevojë shpirtërore. Imagjinoni çfarë ndikimi ka pas fitimi i gjestit, nëse nuk gaboj, që fitoj një kosovar Big Brother në Shqipëri. Edhe tash paramendoni për shembull, ka pas njerëz aty që kanë qenë me fakultet nëse nuk gaboj, edhe të gjithë fëmijët, të mos them të gjithë ndoshta, se ka dhe përjashtime natyrisht, po kanë qenë të informuar, sepse ka qenë e pamundur me qenë off ndaj informacionit për gjestin. Domethënë, edhe pse mundona jashtëzakonisht shumë, dhone si njeri me qenë jashtë, domethënë, sepse e konsideroj si një ndër shoqat që më së tepër më dëmton shoqërinë tonë. Megjithatë, goditja që ja ka dhënë një Shqipërisë gjestit ka qenë e pamundur mos me u pa, qoftë cilin do rrjet social që e ke hap, tu ka shfash një pamje përpara. Edhe fëmijët, kur reshtja i shtyn mandej me hulumtu kush çka e qysh. E pan që fituesi në fund, admiruesi, njeri që morë mas shumë t'i klikime, që morë mas shumë t'i pëlqime, që u vlerësu jashtëzakonisht shumë prej të gjithëve, që u bë edhe i pasur, ishte një njeri që nuk ka kryer shkollë, nuk ka përfunduar shkollë. Tash kjo është edukimi që fëmijët e tonë marrin nëpër media. E shkolla mundohet me kapacitetin e vetë që ka, prindrit mundohen me mundësitë e tyre që i kanë, t'i edukojnë për ta dashur diturinë, për të qenë të suksesshëm, për të lexuar, në fund del një show i tillë edhe të gjithë atë mundi që ti e ke bën në vazhdimsi, të gjitha ato fjalë ndoshta që ti i ke thënë me orë të tëra, të gjitha ato tregime të bukura për njerëz të suksesshëm, për njerëz të ditur, për rëndësinë që e ka mjeku, për shëndetin e njerëzve, për rolin e madh që e ka mësuesi në edukimin e brezave, për ata ekonomistët e suksesshëm që si nana kena ditë me i thurë në për pralla, në për tregime, të gjitha këto të binë në pikën zero. Sepse një show i tillë tregon që shkolla nuk është e domosdoshme dhe nuk ka ndonjë rëndësie. Prandaj në kohën e sotme është jashtëzakonisht shumë vështirë të edukojmë fëmijët tanë. Unë shpesh herë ndina pas zgjidhje në raport me fëmijët e mi, sepse kur nuk mundesh me gjetë atë mesin e artë. Ndonjëherë luan rolin e prindit autoritativ, veç kur e sheh që duhet me lshupe edhe me qenë prind liberal. Nëse fëmijët nuk i lejon me dalë jashtë shtëpisë me grup moshatarëve, duket sikur i privon prej zhvillimit edhe prej hulumtimit ose prej kurreshtjes prej njohjes me botën e jashtme. Po në anën tjetër nëse i lejon me dalë, nuk e din ku ka me dalë, ku ka me shku, sepse bota e jashtme është jashtëzakonisht shumë e egër. Prandaj është shumë vështirë sot ta gjesh atë mesin e artë ose ta ruash balancin për edukimin e një fëmije. Edhe shpesh herë, lutja është ajo arma më e fuqishme që konsideroj që ka secili individ. Natyrisht, njeriu nuk duhet me qenë pesimist edhe me thonë, okay, gjithçka në dorë të Zotit dhe unë po dorëzona. Ne duhet vazhdimisht të mundohemi të mbikëqyrim fëmijët tanë, të hulumtojmë cilët janë shokët ose shoqet e tyre, të krijojmë një lloj bashkëpunimi me mësimdhënësit, me kujdestarët e klasave, një mënyrë të mirë të komunikimit, të kemi një qasje pozitive ndaj tyre,
një vlerësim, sepse e bëj një punë jashtëzakonisht shumë të madhe, në mënyrë që ne ta monitorojmë në mënyrë të fshehur fëmijën tonë. Natyrisht, fëmija nuk do të me pas qatë ndjenë që po mbikëqyret në vazhdimsi, sepse nuk mund të zhvillohet natyrshëm. Patra me ndëgju një neuropsikiatër të fëmijëve që thot nëse një adoleshent nuk sjell probleme në shtëpi, ai nuk po zhvillohet normal. Të më thonë, nuancat e problemeve që din fëmijët veçmas në fazën adoleshencës me i sjell në familje, janë ato shkëndia që ai po rritet edhe po bëhet një individ në vete, sepse fëmijën asnjëherë nuk duhet ta shohim si vetvetja. Nuk duhet as të mundohemi që ëndrat e tona të i plotësojmë përmes fëmijëve tanë, e në anën tjetër as dëshirat që na kanë mbet peng, pa i plotësojmë përmes fëmijëve tanë. Një gabim që konsideroj që shumë prind në kohën e sotme, të më përfshin ndoshta edhe mu, po e bëjmë në vazhdimsi. Sepse ndonjëherë e kam përshtypjen që po rrisim gjenerata ose fëmijë të konsumit, sepse nuk dim me ju thonë jo, veçmas kur është çështja e aspektit material, për faktin që na shfaqen skena nga familja jonë, qoftë nuhat aromën e një hamburgerit, që nuk e pas mundësi ndoshta me e ble kur ke qenë në shkollë fillore ose në shkollë të mesme, edhe tash nuk mundesh me imagjinu që të njëjtën ndjesi me pas edhe fëmijët. Po kjo është një gabim nëse ne mendojmë me emocion edhe nuk gjykojmë me arsye. Sepse fëmijët duhet të dinë edhe rëndësinë e thënies jo. Shpeshherë e marr si shembull Omer ibn Khattabin, i cili ka qenë prej udhëheqësve të drejtë fetar dhe shkon me dikën në treg, me një shok të tij, ai blen gjithçka, edhe në fund thotë mirë, thotë ja, gjithçka që të pëlqen, edhe që ta dën shpirti e blena, a nuk den me i caktu vetës kufi? Do më thonë, ja bën një vrejtje shumë tashpër, se ka qenë edhe kogja i rrep, do më thonë, Omeri, e dim shumica prej neve, e këtë gabim konsideroj që e bëjmë na si prind. Edhe për kundër faktit që ndoshta përballemi me shumë vështirësi financiare, megjithatë të çështja e fëmijëve, sikur ja plotësojmë të gjitha qefet edhe të gjitha tekët. Prandaj prej këtu bëj apel që të mos ju themi gjithmonë po le ta dinë fëmijët tanë edhe një jo të fuqishme. Edhe pse mbetëm jashtëzakonisht shumë çështje pa diskutu, edhe pse më kanë mbet shumë gjana që konsideroj që janë të rëndësishme me i nda bashkarisht, megjithatë fundi i emisionit erdh shumë shpejt, edhe më duhet me ndërprej për t'ju lanë hapësirë emisioneve tjera. Unë i falenderoj të gjithë që ishin bashkë me mua, i falenderoj të gjithë shikues të Radio Televizionit Iliria, edhe po shpresoj që do takohemi prapë të ejtën tjetër prej orës 20. E nëse ju të dashur shikues konsideroni që ndonjë temë shumë me rëndësi të diskutohet në më shumë se llaf, na shkruani në 046 22 0022. Mirëmbëjtje. Çikish pas